Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro ka kërkuar antarësim të Kosovës në organizatën ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore UNESCO. Gjatë fjalës së mbajtur në këtë organizatë, Kumbaro u shpreh se antarësimi i Kosovës është i nevojshëm dhe i merituar. Antarësimi i Kosovës në UNESCO është jo vetëm i nevojshëm, por më së i merituar. Kosova me historinë, popullin, monumentet dhe kulturën e saj ka ruajtur një pjesë të mozaikut kulturor të Ballkanit. Të gjithë shtetet e tjera të rajonit janë antarë të UNESCO-s, dhe do ishte absurde madje dhe qesharake që një antar i familjes së Ballkanit të mos jetë edhe formalisht brenda organizatës më të madhe në aspektin e kulturës dhe arsimit, ndërkohë që Kosova është pjesë e saj prej lidhjes organike dhe historike. Sipas ministres së kulturës Mirela Kumbaro, Serbia duhet të harrojë të shkuarën e errët dhe të orientohet drejt integrimit evropian. Është koha që Ballkani, i cili prej shumë kohësh mban në supe klishen si fuqi baruti në Evropë, sot të kthehet në fuqinë e kulturës në Evropë. Ftojmë Serbinë ta kapë këtë mundësi për të dëshmuar se ka një shpirt bashkëpunues dhe të drejtë në raport me angazhimet e marra, të shkëpus lidhjet me një të shkuar të errët dhe të shoh drejt një të ardhme evropiane, tek e cila serbët dhe shqiptarët duhet të shkojnë së bashku. Kosova tashmë është e njohur nga 111 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe është anëtare e shumë organizatave të tjera ndërkombëtare.